Qeni ti me mirë zgjedhjet. Një poli kemi organizu mëti në shkurt, prej ty në s'ka dalë asgjë. Një poli tjera i kemi në vjesht dhe këtu do të prodhojnë rezultat. Kryetari komunës zgjidhet direkt nga populli edhe ai që fiton është kryetar. S'ka ty 34 herë më mbledh, ka 2 minuta. Mirë po në zgjedhje do të shkojnë këto partit, njëjtat pra që kanë qenë edhe në shkurt, prap do të kemi fushat, do të kemi para fushat qebesa, edhe do të kemi të dashur shikues tubime, edhe krejt ato që karakterizojnë fushatën, por fushata nuk kupton një gjë. I nuk kupton paret. Cilat pare, çtu ju prit çam. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot i ka publikuar raportet e auditimit të partive politike për vitin e kaluar. Tash çka mendoj unë për KQZ-n e kam thonë edhe më herët, mirë po raportet e auditimit s'kan të bëjnë me KQZ-n, kanë të bëjnë me partitë. Për shembull, sipas raportit financiar të auditimit thash cilën e publikoi KQZ-ja, Lëvizja Vetvendosje për shembull në vitin 2024 ka pas 2.3 milion euro të hyra, edhe diku 1.8 milion euro shpenzime. Pra një 500.000 euro kanë qenë më pak shpenzime se sot hyra. Prej tyne gati 100%, gati krejt janë të hyra prej buxhetit shtetit. PDK-ja për shembull ka raportuar hyra prej 1 milion euro, shpenzime 940.000 euro. LDK-ja të hyra një 640.000 euro, shpenzime 600.000 euro. Ta shto janë dhënat vitit kaluar dhe këtë punë unë e di, nuk jam për si vjetë. Po t'ju kallëzoj diçka. Nëse seriozisht mendojmë që një parti mahet me 2 milion nëse 1 milion euro, nëse mendojmë që me këto pare ose me pak a shumë çto pare, këto parti kanë me i financu 2 palë zgjedhje minimum si vjetë, po ju kallëzoj që kjo nuk bëhet. 2 fushata në një vit është logjistike pa parë. Mira njerëz duhet mlidhen dika çdo ditë, 30 ditë. Qindra takime ndodhin çdo ditë në kafe, restorane, oda, zyra, shoqata. Mira paraqitje në media, mira sekonda blet marketing, mira litra harxhohet naftë, benzin, mira sendviça me ditje. Edhe këtu as nuk janë shpenzimet e rana. Gjatë fushatës, shpenzimet më të mëdha kanë qenë dënimet, s'po kushtot deklarumet. Lëvizja Vetvendosje është dënu 202.000 euro gjoba. PDK-ja 143.000. LDK-ja qashtu një 140.000 tjera, kë nisma dhe një 80.000 euro kanë pagu gjoba për fushat që e kanë zhvillu një janar edhe në shkurt. Pra, nëse veç e dim që 140 deri në 200.000 euro janë dënime, nëse veç e dim që 10.000 euro partit blejnë reklama veç në Facebook, po flas partit, jo mandej kandidat, so harxojnë veç e veç, atë shkojnë 10.000 euro shtes për se cilin. Sa për i kujtim, si pas KDI-s, 18.000 euro janë shpezu veç gjatë 30 ditve të fushatës nga Lumira Avdigjiku për hapësirë në Facebook. Pas ti, Bedri Hamza i ka shpenzu një 17.000 euro, më pas të partit Vetvendosja rreth 900 postime në Facebook i ka bustirat një 14.000 euro shpenzime, Memli Krasniqi i ka pas 10.000, Ramush Haradinaj 9.000, LDK-ja profili zyrtar një 8.000, Krenor Xhaferi ka harxhu 5.600 euro veç Facebook ka ble, Exxon Kelmendi ka ble një 4.000 euro Facebook, Aurora Berisha një 3.000 diçka, e tjerë. Llogaritën i tash se cila parti ka 100 kandidat për deputetën list. Del që fituesi madhi zgjedhjeve në Kosovë Mark Zuckerbergu, harroti Albinën e Albulenën e këta. Por ma shumë, nga këta njerëz dihet për shumicën prej këtyne, dihet edhe sa e kanë rrogat, edhe çka kanë deklaruar në antikorrupsion, edhe sa kanë pare. Me fjalë tjera, veç 20 minuta hulumtim, mundeni me konstatu që raportet e auditimit nuk e japin as pavarësisht pasqyrën e plot të financave politike, të pareve që sillen në politikë. Nuk po ju them se cili tash të merreni me hulumtime edhe hetime. Nëse bash doni me hulumtu, keni me pas që 30 ditë e fundit, edhe pse s'ka fushat, Alban Hyseni e Shpëtim Bulliqi e do veç ka nis me i sponsorizu postimet në Facebook. Qa po ju them është, bëni gati edhe për një fushat, e nëse bash doni t'i pyesni politikan diçka serioze, pyetni prej ka paret për këtë fushat. Mysafiri parë sonë të Luanda Lipi.